Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja se çfarë i ndodh stomakut, diabetit dhe zemrës nëse hani një sheg çdo ditë. Shega është një ndër frutat me përfitime të shumta për shëndetin. Ajo është fruti shërues i pasur me antioksidant, gjithmonë e vlerësuar si një simbol i shëndetit. Antiinflamator. Shega është një burim i fuqishëm antiinflamator për shkak të përmbajtjes së madhe të antioksidantëve. Shega mundet që të zvogëloj inflamacionin në të gjithë trupin tuaj dhe njëkohësisht parandalon edhe stresin. Sëmundjet e zemrës. Shega ndihmon shumë persona të cilët vuajnë nga sëmundjet e zemrës, mbron në zemrën dhe arteriet. Studimet e fundit kanë treguar se lëngu i saj e përmirëson qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu ndihmon në parandalimin e kolesterolit në arterie. Kujtesa. Pirja e një gote me lëng shege në përditshmëri e përmirëson kujtesën. Diabeti. Për një kohë të gjatë, shega është përdorur si një ilaç për diabetin, edhe pse janë ende të panjohura lidhjet mes shegës dhe diabetit, besohet se ajo ndihmon për të ulur rezistencën e insulinës dhe të sheqerit në gjak. Tretja, shega gjithashtu ndihmon edhe në reduktimin e inflamacionit në zorë dhe përmirëson tretjen. Lëngu i saj mundet që të jetë i dobishëm edhe për njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundjet e zorrëve. Çfarë ndodh me trupin nëse hani një shegë çdo ditë? Nga mbrojtja kundër gripit dhe deri tek luftimi i sëmundjeve të rënda, shega është dëshmuar që të jetë një mbrojtëse e shkëlqyer për shëndetin ton, sidomos për trupin. Shegët gjithashtu janë të pasura me antioksidant dhe për këtë arsye ato munden që të luftojnë shumë ndërhyrës të cilët shkaktojnë dhimbje dhe inflamacion. Mund të mbajë larg viruse dhe gripin sezonal. Me lëngun e tyre, shegët munden që të mbrojnë trupin nga patogjenët. Lëngu veçanërisht mundet që t'ju mbrojë nga tërheqja e viruseve, nga ushqimi i infektuar, duke mbrojtur gjithashtu zgavrat e gojës dhe nga ana tjetër ekstrakti i frutave, që është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, ka treguar një mbrojtje të shkëlqyer kundër gripit të zakonshëm. Mund të ulë presionin e lartë të gjakut. Vetit antioksiduese të shegës janë zbuluar se reduktojnë me sukses hipertensionin dhe presionin e lartë të gjakut. Një studim ka treguar se ata të cilët vuajnë nga këto gjëra duhet të konsumojnë të paktën 240 ml në ditë në mënyrë që të fillojë të shohin rezultatet. Gjithashtu ata duhet të sigurohen që lëngu i shegës të jetë 100% natyral, pa sheqer të shtuar. Një mënyrë tjetër se si shega ndihmon në presionin e gjakut është përmes kaliumit. 100 gram sheg përmban 236 gram kalium, diçka e cila ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave dhe funksionit të zemrës. Mund të përmirësojë probleme të cilat lidhen me tretjen. Njerëzit të cilët luftojnë me problemet e tretjes gjithashtu munden që të përfitojnë nga të mirat që shega ofron për shëndetin ton, duke qenë se shegët do të parandalojnë të gjitha problemet të cilat lidhen pikërisht me sëmundjet e stomakut, urthin dhe djegjen në stomak, si edhe aciditetin e lartë të tij. Gjithashtu, njerëzit që luftojnë me sëmundjen e Crohn janë shumë të njohur me problemet e stomakut, gjë e cila rezulton në ulje të oreksit dhe humbje në peshë ndër të tjera. Arsyeja për këtë është grumbullimi i baktereve brenda stomakut që rezulton në një inflamacion të rëndë. Një zgjidhje që shumë studime kanë gjetur të jetë e dobishme
është pikërisht konsumimi i shegës. Ekstrakti i frutit duket se është një mbrojtës dhe një sulmues shumë i mirë kundër atyre baktereve të cilat e shkaktojnë të gjithë dhimbjen. Mundet që të forcoj edhe kujtesën tuaj. Ky është përfundimi i studimeve të Dr. Hartman, ku ai i dha pilula shege pacientëve që do të bënin një operacion në zemër. Pilula e parë ishte dhënë një javë para operacionit dhe e dyta 6 javë pas. Pacientët vonë re se kujtesa e tyre ishte 100% e paprekur dhe madje akoma edhe më mirë se më parë. Nga ana tjetër, pacientët që nuk morën pilulat përjetuan humbjen e pritshme të kujtesës pas një operacioni. Mundet që të balancoj efektet e diabetit. Është zbuluar një kohësisht se nivelet e larta të sheqerit në gjak, të lidhura pikërisht me diabetin, munden që të kontrollohen thjesht duke ngrënë një sheg çdo ditë. Këto fruta gjithashtu munden që të reduktojnë stresin oksidativ, i cili është edhe shkaku kryesor i diabetit. Ato gjithashtu reduktojnë llojin e keq të kolesterolit, duke ndihmuar në ruajtjen e një niveli relativisht të ulët të sheqerit në gjak. Megjithatë, pacientët me diabet duhet që të jenë shumë të kujdesshëm me marrjen e përditshme të shegës. Në fund të ditës përmban sheqer diçka që duhet ta konsumojnë në sasi shumë të ulta. Përmirëson gjithashtu shëndetin e kockave dhe redukton dhimbjet nga artriti. Në një studim të vitit 2011 është zbuluar se vaji i farës së shegës mundet që të lehtësojë dhe të luftojë me sukses ndjeshmërinë e kyçeve. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur prova të rëndësishme që tregojnë se si antioksidantët e frutave mund të luftojnë me sukses artritin. Jo vetëm kaq, por mund të përdoret nga kushdo për të rritur forcën dhe funksionin e kockave të tyre. Kjo është vërtetuar më tej në një studim të vitit 2016 me çrast pjesëmarrësve u janë dhënë 200 ml lëng shege në ditë. 6 javë më vonë, subjektet kanë vënë re se ngurtësia e tyre e kockave është ulur dhe funksioni i tyre fizik njëkohësisht është rritur. Sipas ekspertëve, shega mundet që të ulë edhe presionin e lartë në gjak. Vetit antioksiduese të shegës janë zbuluar se ato do të reduktojnë plotësisht nivelin e hipertensionit ose thënë ndryshe presionin e lartë të gjakut. Një studim tregoi se persona të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut duhet që të konsumojnë të paktën 240 ml në ditë në mënyrë që të fillojnë dhe të shohin rezultate më të mira. Gjithashtu, ata duhet të sigurohen që lëngu i shegës të jetë 100% natyral dhe njëkohësisht pa sheqer të shtuar. Një mënyrë tjetër se si shega ndihmon në presionin e gjakut është përmes kaliumit. 100 gram sheg përmban 236 gram kalium, diçka e cila ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave dhe funksionit të zemrës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!